Kryeministri Edi Rama mblodhi drejtuesit politik të qarqeve në vilën qeveritare numër 30 ditën e djeshme për caktuar emrat e kandidatëve për deputet, me cilën PS do dalë në zgjedhjet e 11 majit. Në orën 15 të ditës së djeshme, Rama rinisi takimet e ndara me drejtuesit politik të qarqeve, të cilët i kanë paraqitur listat e kandidatëve për deputet për qarqet përkatëse. I pari që hyri në ambientet e vilës 30 ishte Eduard Shalsi, drejtuesi politik i qarkut të Kukësit. Më pas hyri në takim Ogerta Manastirliu, drejtuesja politike e Tiranës, vjoj me drejtuesin politik të Beratit, Ervin Demo, pasti radhën e kishte drejtuesi i qarkut Elbasanit, Arbian Mazniku, dhe ai i qarkut Fier, Belinda Balluku. Kryeparlamentarja Elisa Spiropali ka qenë e fundit që ka zhvilluar takim me kryeministrin Rama. Takimet nisën në orën 10 dhe përfunduan në orën 18 dhe secili prej drejtuesve politik i ka dorëzuar kryeministrit Rama propozimet me emrat e kandidatëve për deputet. Gjatë paradites, Rama është takuar me Blendi Klosin, drejtuesin politik të qarkut Dibër, Mirela Kumbaro, drejtuesja politike i qarkut Gjirokastër, Ulsi Manja, drejtues politik i qarkut Lezhë, Emiriana Sako, drejtuese politike i qarkut të Durrësit, Venet Beci, drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës, Bledi Çuçi, drejtues politik i qarkut të Vlorës dhe Niko Peleshi, drejtuesi politik i qarkut Korç. Deri më tani, PS-ja ka qenë hermetike dhe nuk dihet se kush do të ketë emrin në listat për deputet. Megjithatë, ka disa emra të cilët përfliten se do të jenë në lista. Vetë Rama pritet të jetë në listën e hapur të Tiranës, me angazhimin që ka marrë publikisht për drejtimin e fushatës në kryeqytet pas arrestimit të Erion Veliajt. Gjithashtu, në këto zgjedhje është bërë ditur tashmë se 4 kryebashkia kanë shprehur interes për që në listat për deputet. Flitet për kryetarin e bashkisë së Beratit, Ervin Demo, i cili është edhe drejtues politik i këtij qarku, kryebashkiakja e Dimalit, Juliana Mema, kreu i bashkisë së Tepelenës, Tërmet Peçi dhe kryetari i bashkisë së Matit, Agron Malaj. Për 11 majin, secila parti koalicion do të garojë me 46 deputet në listë të mbyllur dhe 140 të tjerë në listë të hapur. Në total janë 186 emra kandidatësh që do të zyrtarizohen në mbledhjen e kryesisë të mërkurën e 12 marsit. Emrat që përfliten si kandidat në 12 qarqet: Tiranë, Edi Rama, Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Ervin Hoxhaj, Adea Pinderi, Lindita Nikolla, Olta Xhaçka, Albana Koçiu, Igli Hasani, Blendi Gonxhe, Erion Braçe, Etilda Gjonaj, Fatmir Xhafaj, Ermonela Felaj, Xhemal Qefalia, Toni Gogu, Ornaldo Rakipi, Pandeli Majko, Elena Kaçe, Zerina Bruci, Fier, Belinda Balluku, Ceno Klosi, Kristo Papa, Petrit Malaj, Antoneta Dhima, Hanit Bonati, Arian Faso, Ami Kozeli, Korç, Niko Peleshi, Eslem Vera Zake, Ilir Pendavinji, Ilir Topi, Bledi Çomo, Arian Jauplari, Besa Spaho, Nertil Jole, Anastasia Zaimi, Shkodër, James Çela, Onit Bejleri, Majlinda Angoni, Enertil Canaj, Ndriçim Sterkaj, Anila Gjurezi, Besmir Lesha, Frok Gjini, Vlor, Bledar Çuçi, Anila Denaj, Piro Vëngu, Plator Nesturi, Ardit Bido, Vasil Lajo, Vullnet Sinaj, Lezhë, Ulsi Manja, Ermal Pacaj, Pranvera Skana, Admir Kadeli, Marieta Nela, Elbasan, Arbian Mazniku, Evis Kushi, Bora Muzhaqi, Ermira Urupi, Tauland Balla, Sajmir Hasalla, Adi Qose, Shkëlqim Bullari, Desantila Tahiraj, Ela Toçka, Gert Durda, Durrës, Luan Zaza, Etleva Budini, Klodiana Spahiu, Milva Ekonomi, Edmond Stojku, Kukës, Eduard Shalsi, Dibër, Bledi Klosi, Agron Malaj, Berat, Ervin Demo, Juliana Memaj, Klajdi Qama, Gjirokastër, Mirela Kumbaro, Tërmet Peçi, Alda Zholi, Piro Dhima, Edion Maliqi.